Mirë erdhëm, u rikthyem, dhe jemi gati për të folur për një temë që na prek të gjithëve, sidomos gjithë ata që janë fokusuar tek dobësimi apo shtimi i kilogramëve. Ata që ndjekin rregullisht palestrën dhe ata që nuk e ndjekin, por sidomos ata që e ndjekin, sepse aty kanë sfidat me veten, sfidat për të shtuar peshë në një kohë shumë të shpejtë, apo për të dobësuar në një kohë shumë të shpejtë, apo sfidat të tjera për të bërë këto ushtrimet ekstreme vetëm për efekt të rrjeteve sociale. I flasim gjitha këto sot. Emil Peqini, mirë se erdhe, mirë mëngjes. Mirë në studio. Dhe Ilvana Ligu, trajner personale, mirë se erdhe që të dy. Ju kemi bërë bashkë për të folur për një temë që është shumë e ndjeshme, dhe sidomos në rrjetet sociale, për të rinjt, gjithashtu që nuk kanë informacione e dur dhe që menjëherë shohin këto trendet që bëhen nëpër botë, dhe sfida po është rrezikshme, saç ka qenë dhe rasti që është bërë viral kohët e fundit, ka qenë një instruktor në Rusi apo jo, që ka humbur jetën për shkak të një sfide të shtimit të 22 kg për një muaj. Besoj ju jeni ndjeni të rastit, e keni parë? Po, kemi parë nëpër social. Okej, dhe çfarë mendoni, mund të shtohen 22 kg brenda një muaj edhe tek një personi që është aktiv në palestër? Normalisht nuk është normale të shtohen, dhe edhe nëse shtohen nuk janë të shëndetshme. Sepse nëse duam të shtojmë peshë, presupozohet që duam të shtojmë një peshë të shëndetshme dhe më shumë muskull se sa dhjam normalisht. Dhe 22 kg në muaj nuk janë absolutisht muskull, sepse trupi ka kohën e tij, ka proceset e tij fiziologjike, do një kohë të përshtatet, pra nuk është e shëndetshme, edhe nëse nuk ke probleme momentale shëndeti, do t'i kesh të më vonshme, është patjetër, pa diskutueshme. Tani, unë kam pothuajse 17 vite eksperiencë. Kam shumë klient. Do më thënë, ti edhe ndonjëherë bën testet e klientët sa mund të shtojë në minimumi ose maksimumi një klient, se varet edhe shumë nga organizmi. Ka organizma që shtojnë më shumë dhe ka organizma që shtojnë shumë më pak. Me dietat shëndetshme dhe ato shtimet. Dhe pa diskutim që nuk mund të jetë e shëndetshme një peshë që është shumë herë më e madhe se sa mund të përballojë trupi yt. Në momentin kur ti kalon surplus, të gjithë kaloritë, ti nuk është se po shton vetëm peshë, po të gjithë organet e tua janë duke punuar në maksimumin e mundshëm. Kur flasim për mëlçin, veshkat, pa diskutime dhe zemra. Dhe zemra është ajo pastaj që kalon te kjo pjesa që ai humb jetën. Mua në fakt nuk është se më bën shumë përshtypje këto rastet, se unë dëgjoj për ditë nga këto raste, kam gjithë jetën time, kam gjithë jetën që dëgjoj për këto raste, sepse bën shumë teste me trupin. Trupi ka një limit, nëse ti e kalon atë limit, trupi nuk mban më pastaj. Unë nuk e di nëse personi në fjalë kishte përdorur steroide ose jo, por nuk duket nga pamja që mund të ketë përdorur steroide. Zakonisht kur përdoren steroidet, ulet insulina dhe ato e kanë shumë herë më të kollaj shtimin e peshës. Mbase ka përdorur steroide për të shtuar peshë. Dhe mbase kjo mund të ketë qenë dhe arsyeja e arrestit kardiak. Edhe mbase, por nga fiziku nuk duket sikur ka përdorur steroide. Pesha e tij trupore është shumë e vogël për të pas. Po. Pjesa më e rëndësishme është që në momentin kur duan të shtojnë peshë, e shtojnë me kalori të pista. Domethënë, puna është që pra ushqime të shëndetshme, ushqime që janë pa diskutim që po, sepse nëse ti konsumon ushqime të pastra, siç i kategorizojmë ne, normalisht që nuk do shtosh një masë muskulare aq të madhe. Duhet dini që maksimumi i muskulit që mund të fitojë një njeri në vit është 2.5 kg, edhe këto 2.5 janë me steroide. Kurse pas steroide maksimumi 1.5 kg në vit, po them masë muskulare të pastër. Emil, në këtë rast mos ka të bëjë dhe fakti që se duket një instruktor i shëndetshëm, pra që aktivitetin fizik e ka pasur pjesë të përditshmërisë të tij, dhe i bie që ka ndryshuar stilin e jetesës drastikisht. A ndikon kjo, është një shok për trupin në momentin që ti nga një jetesë e shëndetshme fillon edhe ndryshon komplet mënyrën e të ngrënit? Pa diskutim që po. Por çfarë shikoj unë sot, ky sport i fitnessit po bëhet më shumë për bloger që marrin diploma 200-300 euroshe dhe japin informacione në rrjetet sociale, thjesht për të marrë klikime dhe bëjnë nga këto lloj rastesh dhe mendoj që këto raste janë ato që nuk duhen parë. Një instruktor që është shumë i mirë, kur nuk do të japi shumë informacione. Duhet të dinë njerëzit që një instruktor që është shumë i mirë, kur nuk jep informacione të sakta, sepse ai merr klient, ai e ka çështje puna atë gjë. Më të mirët gurut e bodybuilding që janë më të mirët në botë që janë instruktorat e fitnessit, që janë Charles Glasse, që nuk dihen nga shumica,
nuk kanë informacione, nuk hedhin informacione në rrjetet sociale. Se duan Sepse është çështje biznesi, pa diskutim Elvana, që po. ti me pesha ti ke i qik shef dhe të përqenjë, aty e ke, aty të flesh shpirti. Elvana, do qoftë ka vite që është pjesë. Patjetër, po në sensin që a e ke sprovuar ndonjëherë veten në këtë aspekt për të shtuar më shumë peshë për ditur të limitet e tua. Është pak një koncept i gabuar me këtë abuzimin e peshave, sepse fizikisht njerëzit normal sa do të mundohen të abuzojnë, fizikisht nuk e përballon dot. Dhe abuzimi me stërvitjen konceptohet në një formë tjetër. Sigurisht ka nga ata që bëjnë abuzim me substanca, steroide dhe kështu gjëra, që ata patjetër edhe mund të abuzojnë me peshat, por një njeri që nuk i merr këto. Abuzimi është në ushqimin e keq, siç po thoshte kolegu, që han pisët. Pra, trupi ka nevojë për nutrient, nuk ka nevojë për shumë kalori. Nëse ti ha ushqime që kanë shumë nutrient, ai ushqehet, rikuperohet dhe funksionon normalisht. Nuk bëjmë pushimin e dur që është shumë i rëndësishëm, gjumi cilësor është shumë i rëndësishëm, pra shkojnë stërvita, bëjnë jetë natë, pinë alkohol, ku diun dhe presin që pastaj të rikuperojnë të nesërmen për të ristërvitur. Ai muskull nuk është rikuperuar, nuk është qetësuar, nuk ka shëruar fibrat të dëmtuara. Pra dhe kjo quhet overtraining në atë gjuhën e literaturës, që quhet abuzim. Dhe këto janë kryesorët e abuzimit, se ti nuk mund shkosh të ngrosh 100 kg sot, 200 kg nesër, 300 kg pas nesër. Fizikisht është e pamundur, përveç atyre që abuzojnë tash me steroidet edhe me substancat e me hormonet. Ato e marrin kostën për sipër. Ata e kanë marrë për sipër. Se kanë profesion. Kryesisht jashtetit, se këtu i shikoj që nuk din ç'a bëjnë. Domethënë ti të abuzosh me substanca pa u ndjekur nga një mjek profesionist, ti nuk e di ku po çon veten. Dhe është bërë një psikologji e smur që vetëm ndërtojnë, pozojnë në për foto, dhe kjo është një mënyrë retention, të themi, për të marrë klientel. Kështu marrin klientelën. Dhe ndërkohë ti që nuk je trup natyral, nuk mund të stërvisësh një njeri që do të stërvitet dhe të ushqehet natyralisht. Është nonsens. Pse këta njerëz arrin deri në këtë lloj, le të themi, këtë lloj rreziku? Sepse nuk kanë vullnetin për është pikërisht kjo që po flasim. Kjo gjë që ai po bënte ishte rrezik për jetën e tij. Pra ishte vetvrasje me Unë mendoj që në qoftë se ai ka pas vite që është stërvitur, ai di pak a shumë rreziqe tek ky sporti. Ky sport ka rreziqe nëse ti e ka përcen cakun. Ka dashur të bëj pra të hynte në këto rangjet e bodybuilding, pra që për të shtuar peshë. Kam idenë që e ka bërë më shumë për show në social, dhe për më tepër bodybuilding se është kuptuar që kështu bodybuilding dietën ka shumë të kontrolluar kur është prej vërtetit dhe profesional. Madje për të shtuar kësaj gjëje, duhet të jesh akoma më i rregullt nëse marrin steroide, do të jesh akoma edhe më shumë më i rregullt se që nëse ti merr steroide mund të hash çfarë dush, pish çfarë dush, s'ka problem fare. Ti mund ta bësh për momentin dhe trupi duket bukur, po më pas ka pasoja. Gjatë zemra duhet punoj shumë më shumë që të qarkulloj gjakun, që të pastroj kriprat, sheqernat e tepërta. Para 2 minutash ishte imazhi i dy Dave Batista edhe The Rock. Ja, i shohim. Që kanë humbur peshë drastikisht. Janë të dy të abuzuar. Përdorur pa diskutim që kanë përdorur. Shikohet që ka diçka, po thuhet? Jo. Unë mendoj që është vetëm një rast që kanë një gjë të përbashkët të dy doktori, se ato ndiqen me doktor. Doktori mund t'i japi vetëm një mundësi. I thotë, nëse ti do të jetosh, ti pa diskutim që duhet ulesh komplet masën muskulare, duhet të heqësh dorë nga gjithë steroidet dhe të fillosh pastrohet trupi nga gjithë toksinat që ke marrë ndër vite. Një trup i tillë është vetëm me steroide. Pa diskutim që po nuk mbahet ajo masë muskulare. Dhe jo me steroide, po janë steroide. Po as nuk ndërtohet aq masë muskulare, sepse trupi ka një limit, nuk mund të ndërtosh pafundësisht. Fatkeqësia, domethënë jona që se kuptojmë është që ne mund të shëndoshemi pafundësisht, se kemi parë raste në Amerikë edhe nga 180 kg që s'lëviznin fare. Ndërkohë, 180 kg me muskull të pastër nuk i bën dot natyralisht. Ka ca limite trupi që thotë. Këtu jemi. Maksimumi që ka arritur një njeri është 156 kg, është një Ronnie Coleman, një bodybuilder dhe nuk e arrin asnjë tjetër. Po ai nuk është natyral. Jo them që është me steroide. Dhe me steroide dhe arrin një kufi. Ai nuk është me steroide. Kështu thon të tërë, po nuk e pranon asnjë se është temë. Që të gjithë sportistët, të paktën në sportin që këta merren, duhet të flasë për ringët e këto se Batista. Edhe femrat dhe meshkujt. Duhet një farë të jetës së tyre, duhet që të kthehen në gjendje normale, rekomandon mjeku?
Po tani, është edhe si pas moshës. Pikërisht. Ai arrin një moshë 50 vjeçare dhe trupi nuk e mban dot aq shumë masë muskulare, se duhet punoj zemra shumë fort. Shëndetësore që ka, se mund të ketë problematika shëndetësore që mjeku i thotë që duhet heqësh dorë se s'bën nga steroidet se ndryshe nuk mban më trupi. Pra, janë disa specifika. Se janë dëmtuar gjithë organet. Dhe normalisht shok trupi kur ulet masa? Nëse bëhet gradualisht me ndjekje, nuk pëson. Pastaj është edhe një gjë tjetër. Nëse ti heq dorë nga ato hormonat, shfryhet vetë trupi. Shumë shpejt, Bila. Shumë shpejt. Sepse ai është muskul falco, nuk është muskul i ndërtuar me fibra, gradualisht, me nutrient, me ushqimin e duhur dhe qëndra. Pra ti thua që, pa çka se ne shikojmë këta persona të fryrë, plot muskull, kur vjen puna për të bërë pesha, nuk e kanë forcën të ngrejnë? Po ti heqin ato steroide, të shikojmë nëse kanë forcë ose jo. Jo, e kam fjalën që se janë nuk janë real, pra nuk janë muskuj të vërtet, janë muskuj të fryrë dhe e kanë dhe fuqin të ngrejnë ato a i sa duke? Kur janë duke përdorur steroidet, e kanë fuqin. E kanë fuqin, pra steroidet japin fuqin, pa çka se të japin sepse çojnë ushqim në muskuj, çojnë ujë, çojnë sheqerna, çojnë është një proces shumë i gjatë kimik, por e kanë. Edhe pse nuk janë aq të fortë në fakt, për e vërtetë nuk kanë rezistencë. Ngrën ato peshat aty dhe pastaj mbaron me çka kemi parë në shumë vite. Po, viteve të fundit tani si po shihet kjo të qenurit sa më në formë, sa më mirë fizikisht, qoftë për meshkujt më shumë se meshkujt e kanë pak të manin për të dukur sa më tonifikur. Është ego lifting që kanë meshkujt kur shkojnë palestër, duan të duken. Të dukur apo realisht? Po, kushdo që shkon palestër për flas për djemt, duan pa diskutim të jenë sa më të mëdhej. Çfarë kërkojnë ty për shumë Emil kur vin tek ti, për shembull, thonë, do mbosh kështu brenda vitit, duat. Po të tregoj një foto dhe të thonë unë dua të bëjmë kështu. Dhe ka sjellën që aty fillon problemi, se ti nuk mund të jesh. Ka shembuj plot. Një personazh të njohur që ty ta sjellin gjithmonë. Shikom, zakonisht futen në Google, gjen një imazh që i shkojnë në fizikut të tij dhe thotë unë dua të fryhem kështu dhe dua të jem edhe i definuar në të njëjtën kohë. Po, dhe ti thua bëj. Bëhet, nuk është puna që nuk bëhet. Puna është që duhet di se ku e ke limitin. Domethënë çdo fizik është i ndryshëm. Edhe pjesa me fizikun është që unë mund të marr më shumë peshë se ty. Unë mund të fahem më shumë shpejt se ty. Domethënë janë ca karakteristika që janë me individ. Ti nuk mund të kërkosh një gjë që mund ta kem unë dhe ta kërkosh edhe ti. Unë mund të dobësohem 3 kg brenda ditës e zem. Po marr një shembull. Një gjë që më bë shumë shpesh përshtypje kur shkoj edhe në palestër, që shikoj një pjesë të madhe të djemve që punojnë shumë me pjesën larg dhe këmbët i kanë gjoks dhe biceps. Janë dy muskujt. Tani pse ndodh ky? Pse është ky lloj formimi në fizikun e tyre? Pse vinë në këtë formë? Formë V, kanë shumë shpatulla dhe këmbë të holla. Kanë punë, dita kur bëjnë këmbët kanë punë. Sepse dita e këmbëve është dita më e vështirë në palestër. Po mirë, pretendon që ti ke përgjigje ato muskuj sipër, nuk bën për këmbë. Pa diskutim që po, por ndihen shumë mirë kur bëjnë gjoks dhe bëjnë biceps, se është ajo gjëja e parë që shikojnë njerëzit. Por unë mendoj që nuk do ta shikojnë djemt këtë pjesën e këmbëve, se zakonisht nuk i punojnë, nuk do ta shikojnë si gjë të vështirë. Madje është një koncept shumë i gabuar sepse mendojnë që duhet të shtojnë shumë pesha për të rritur këmbën. Trupi i lartë, pjesa e trupit të lartë me pjesën e trupit të fortë funksionojnë shumë ndryshe. Trupi i lartë do peshat pak më të mëdha, ndërsa trupi këmbët duan përsëritje më shumë. Nuk ka lidhje pesha. Ti mund të bësh shumë repsa dhe mund të marrësh akoma dhe më shumë efekt. Ashtu, ndryshe nga pesa lartë. Ky është sikreti i këmbëve. Lloji fibrave që kanë muskujt e këmbëve, fibrat e muskujve të këmbëve kanë nevojë, duke qenë që mbajnë gjithë peshën e trupit tonë, janë ndërtuar në atë formë që të mbajnë më shumë rezistencë se sa shumë peshë, sepse ti hecon, qëndron, rrulon, mbështetesh. Dhe fibrat janë të tilla që duan rezistencë, prandaj duan më shumë përsëritje se sa shumë pesha të ndaja. Pastaj nëse ti ke shumë fuqi të bësh edhe peshë të mëdha me shumë përsëritje, ajo është utopia, pse jo? Jo quajmë shumë përsëritje, pra mbi 10, mbi 20, aty te 20 optimale. Në varësi të peshës. Por pastaj ka edhe gjëra të tjera. Moshat më të avancuara duan më shumë përsëritje se sa më shumë pesha. Domethënë ka edhe ca specifika të këtij lloji. Muskuli i ri mund të bëj më pak përsëritje, më shumë peshë dhe muskuli të marri më shpejt. Varet mosha, varet tipologjia e trupit, se jemi të gjithë unik,
identik edhe binjakët nuk funksionën njësoj, ata binjakët identik. Po si e një njeri limitin e vetë? Për shembull njeri që do të vim palestër, po nuk e di. Sado që ti thot ta udhëzoj instruktori, ai thotë jo, po unë dua të bëhem si ky. Dhe nuk e kupton. Dhe ndoshta mund të bëjë dhe ushtrime pa ju pyetur. Po, patjetër. Edhe dieta pa pyetur. I bën dietën, e fusin gjëra të tjera rrugës vetë, sepse i pëlqen ajo rënja, më ka ndodhur tash së fundmi. I pëlqen ajo rënja e fillimit, se në fillim trupi reagon shumë shpejt nga ndryshimet, edhe unë bet ujëra e gjëra. Dhe mendojnë që kjo që nga kaq kollaj, dhe unë po heq çfarë dua, po fus çfarë dua, dhe ndërkohë nuk e din çfarë problematika shkaktojnë, dhe bila i thash, të lutem më informo për këto ndryshimet që po bën, që unë të paktën ta di ecurin, sepse nëse ndodh një problem, pastaj nuk duaj që të më atashohet mua ajo gjëja, se do vi një moment që do gabosh, ose do lodhesh, do shtosh ushqimin pa më thënë, do shëndosh, ose do thuash prit se kjo nuk funksionoi. Se pastaj kthehemi prapë tek ajo që duam gjithmonë të bëjmë gjërat shpejt. Dhe unë kam thënë, deri në këtë pikë që ke arritur, që je shëndoshur apo nuk ke arritur nga sot, nga dje sot. Ke dashur ca kohë, pra për të kthyer mbrapa do ca kohë, por ka edhe një gjë tjetër, që trupi për të kthyer në ato hapat e tij optimale do më shumë kohë se sa çdo për të shkuar tek ajo ushtimi peshë, ose pak më e vështirë. Se hyn edhe një mekanizëm psikologjik që ti e mësuar të konsumosh, dhe duhet të edukosh veten që jo prit, se unë kam nevojë për nutrient dhe jo për sasi ushqimore. Ne këto nuk kuptojmë. Po për vajzat konkretisht, sa e lejueshme është të bëjnë ushtrime me masë, me pesha shumë të rënda, kur duhet të jetë ai momenti që mund të guxojnë më shumë tek vetja. E di që shikoj një gjë, kohëve të fundit, kam vënë re që vajzat fillojnë edhe servisin vithet, zakonisht ushtrimi i hipthrasit, me shumë pesha. Edhe nuk kanë vithe sepse mendojnë që ajo pesha e madhe do i ndërtoj shumë masë muskulare. Njerëzit do të kuptojnë një gjë, është thjesht si një katalizator, pesha është katalizator. Kush pa thot këtë, se s'besoj se e bëjnë nga mendja. E bëjnë nga social. Nga social media, shikojnë. Dhe problemi është që në social, pjesa më e madhe e këtyre femrave që bëjnë ato peshat gjigande janë falso, nuk janë aq të rënda në të vërtet. Por njerëzit këtu nuk e mendojnë që ajo që shikojnë ajo është e vërteta dhe nuk e kuptojnë që është thjesht marketing. Janë pesha fake. Dhe si bëhen vithet në mënyrën e dur? Në mënyrën e dur, se pyt për i shoqë. Unë shkojnë palestër, normal që për shoqë. Është muhabet i zakonshëm që e dëgjoj çdo ditë nga gocat që të bëjnë vithet 5 herë në javë, që nuk është normale, se nuk rikuperohet as muskuli. Nuk rikuperohet. Ndërtimi i muskulit është ushqim i shëndetshëm me vlera ushqimore, jo sasi ushqimore, protein dhe pastaj të ketë vitamina, minerale, gjithto, yndyra. Dhe sa herë në javë stërvitja? Po 2 herë në javë, unë them një grup muskuli, varet çfarë muskul, po, nëse është muskuli i vogël që mund të rikuperohet më shpejt dhe kur është muskuli i madh. Femrat kanë edhe një ndryshim nga meshkujt, që meshkujt nuk e dinë që është ai problemi këmbëve që meshkujt s'para i bëjnë. Këmbët janë një çik, duan çik rezistencë që ti bësh të lodhe. Po femrat përveç që marrin më shumë se ne kemi nga natyra, nga që do lindim na duhet një lloj pjesën poshtë të trupit. Ashtu na ka vendosur krijuesi, por ka edhe një gjë tjetër që femrat rikuperojnë më shpejt në muskuj. Pra ne mund të stërvisim një grup muskuj më shpesh se sa meshkujt, marrim më pak si muskuj, por rikuperojnë më shpesh. Kurse meshkujt kanë që marrin më shumë si muskuj, por rikuperojnë pak më avash. Prandaj femrat, sipas atyre që janë vërtet studius, që janë PhD dhe janë më mastere, pjesën sidomos të vitheve mund ta stërvisin edhe 3 herë në javë, por duke pasur programin e duhur, pra jo vetëm një muskull bam-bam, ka disa muskuj dhe disa forma të stërvitur, është një që është me pesha më të ndaja, është një tjetër që ullë pesha dhe rritë përsëritjet pra. Këto gjëra, prandaj janë ata njerëzit që studiojnë që të drejtojnë si ti bësh. Nuk mund të shikosh një që bën dhe pesha falso në Instagram dhe o burra për i video unë këto. Po, shumë të kam vënë re, përsa i përket ripërsëritjes një ushtrimi. Kam pra gota po që bëjnë dhe mbi 10, pra bëjnë vetëm skuoca. Bëjnë 10 ushtrime? 10 ushtrime, po, pra të njëjtë, një sot. 10 ushtrime edhe minimumi do bëjt 3 seta. Për ushtimi 10-30 sete brenda... Po, ose një ushtrim dhe bëjnë ripërsërisin shumë herë. Ka edhe një gjë që trupi deri në një orë mund të ketë atë potencialin më të madh për pesha, sidomos. Për pesha. Në qoftë se ti e kalon këtë,
ti shkon overtraining pastaj, dhe ti djeg edhe muskulin që ke ndërtuar, edhe ti nuk e rikuperon më atë. Ky është overtraining, pra nuk mendohet që ti do ngresh 300 kg. Dhe ti do shikosh që nuk ke ndryshim dhe i thua vetë si ka mundësi, unë po stërvitem kaq shumë mirë, po ha mirë, po nuk po fryhem, sepse ke kaluar në overtraining. Dhe një gabim i madh që kam dëgjuar kohëve të fundit është kjo pjesa se të gjithë e thonë varet sa kaloritit do të marrësh në ditë, nëse plotson kalorit, nuk ka rëndësi se çfarë ore i konsumon. Trupi ka një orë biologjike. Faleminderit. Se më Por herë të parë që nga dy instruktorë media. Ti nuk konsumon çdo një vakt në orën 12 natës, sepse nuk duhet punoj stomaku kur ti je në gjumë. Nuk është procesi trupit ai. Trupi në atë moment duhet jetë në gjumë të thellë, që të rikuperohet. Janë dy fazat e gjumit, deep sleep dhe faza REM, që të bëjnë ty të rikuperohesh. Aq më tepër të ne djemtë, për shembull, që në orën 7 kemi maksimumin e testosteronit. Në qoftë se ti ke ngrënë në orën 12, kur do bie trupi në gjumë, kur do rikuperohet testosteroni, kur do rikuperohet muskuli. Është një proces që duke rënë dielli në perëndim, trupi jon është me lindjen dhe i programuar me lindje, edhe po të mos ta shikojmë, ne kemi sensorët që e ndjejmë dhe asnjë nuk e pranon nga këta dhe më duket shumë e çuditshme se është me shkencë, janë fituar çmime Nobel për këtë punë, nuk është se i shpikëm ne, që po e themi sot. Dhe trupi vjen ora e darkës, ul temperaturën e trupit, sepse sa më ullët jetë temperatura e trupit, aq më qetë flëmna, pëse s'flëm në verë që është vapë, se është temperatura e lartë. Ullë rrafjet e zemrës, ullë qarkullimin e gjakut. Është gabuar të bëhet palestër në darkë, është më mirë në mëngjes? Absolutisht, se të rrit adrenalinën dhe nuk fle gjumë. Okej. Pra palestra në darkë nuk rekomandohet. Ta bësh, por ti nuk po ndjek maksimumi. Deri në orën 8 maksimumi duhet bësh palestër. Po maksimumi deri në 8, sepse kur do kesh kohë të ushqesh, pastaj edhe adrenalina, rritet adrenalina nga aktiviteti fizik. Po ka njerëz për shembull që për shkak të punës që bëjnë, e kanë të pamundur të vinë para ditës dhe e bëjnë në darkë. Po pra, maksimumi 8 po thot. Ta bëjnë herët në mëngjes. Ta bëjnë herët në mëngjes. Ose para orës 8. Ose para orës 8. Domethënë ne po flasim për gjëra optimale, ëh. Pastaj do bësh përshtatje, pas palestrës të rrit adrenalina, jem energji, nuk dje bile më tha një vajzë të palestra jon që është 24 orë, tha erdha një ditë në mëngjes, në 4 të mëngjesit të kisha punë, ashtu e bën punën ajo dhe kishte një orës plot. 4 të mëngjesit? Po. Në 4 të mëngjesit, në fakt, nëse ne flëm në orën 10 të darkës, 9:40, 4 e mëngjesit është perfekt. Ka qenë një periudhë që kam provuar. Ne të tre kemi shumë qartë. Se në 4:40 të zgjohemi. Duket ke kohë mjaftueshëm të bësh ditë gjëra gjatë ditës, është dita shumë e gjatë. Po njerëzit vjen në orën 9:10 dhe thonë s'kam kohë miku dita. E vërtet, nuk është aq e bukur sa të duket. Të bësh stërvitje. Ka pëlqyer, e dikush nuk është e bukur kur ti nuk ke mundësi që të jesh në gjumë në 9:30 në 10 të darkës. Sepse kjo të kufizon edhe nga jeta sociale dhe nga gjërat e tjera. Ne shok, hajde pim ne gjë. Po, nëse ti ndjek këto ritmat është vërtet e bukur, sa unë kam testuar një vit e gjysmë ke vetja dhe është shumë ndjesh me energji, ke kohë të pish edhe në gjë me shokun, po jo në orën 11 natës në klub. Po, në orën 7 për shembull. Ka ndodhur ndonjëherë ta sfidosh veten në një gjë që ti e ke shuajtur limite dhe ke dashur ta tejkalosh? Pa diskutim që po, ne gjithmonë bëjmë teste me vete. Këtë vit kam bërë testin se sa pesh mund të arrija maksimalisht duke shtuar pak kalorit. Shkova deri 92, tani jam 87, edhe e vura re që e shikon që metabolizmi fillon edhe ngadalësohet. Edhe nuk ndihesh shumë mirë. Ti mund të kesh fuqi për të ngritur më shumë pesha, por më je rënduar gjatë gjithë kohës. Dhe unë jam njëri që nuk ka marrë kurrë asnjë suplement në jetën time, sepse bën teste kur ti je free, nga çdo gjë, asnjëherë kurrë. Varet çka konceptohet, se sot suplement quhet vetëm ajo proteina, suplemente janë vitamina, ka shumë. Vetëm proteinë dhe kreatinë din njerëzit, po ka shumë. Po njerëzit për to flasin, sidomos për kur i thua suplement, direkt proteinë. Po jo. Dhe ti s'ke marrë asnjë, s'ke marrë kurrë asnjëherë, sepse suplemente janë të gjitha. Aq më tepër kur unë kam provuar këto gjërat e vetja ime, që ti mund të kesh një fizik shumë të mirë dhe funksionosh shumë mirë, se nuk është puna vetëm dukesh bukur, se është koncepti i gabuar ky thjesht të dukesh bukur. Puna është si do jesh ti brenda në organizëm. Ajo është pasojë të qenurit i shëndetshëm. Dukesh bukur kur je i shëndetshëm brenda. Dhe është kjo pjesa që të mundohen gjithmonë që të mos kalojnë cakun. Domethënë
të shkojnë të BMI-a ose 2-3 kilogram mbi BMI-n. Ti ke bërë ca teste për ta shikuar se ku e ke limitin. Po, i ka bërë në mënyrë naturale. Ne bëjmë gjithmonë. Për shembull, çdo vit mbase në instruktorat zgjedhim, trupi është si arkitekturë, ne zgjedhim një muskull që do të zhvillojmë më shumë këtë vit. Kë ke ti synim për 2026? Supet. Supet. Po, supet do të trapez. vizerosh më shumë. Thjesht ca zbukurime të vogla, ca detaje shumë të vogla. Nuk është se kemi... Elvana, ti çfarë sfidesh ke bërë me veten dhe çfarë do të provosh? Sfida, me ato peshat, po unë peshën e kam si natyrë. Peshat e vogla më mlodhin nervin, nuk kam duhet çik më shumë volum dhe të shkarkoj. Dhe bile në herë nga që nuk duhet ta egzagjeroj me deadliftin, se kam pak misin a kam dëmtuar nga dy njëra ullur në Që peshe jemi zyrë. në deadliftin, për momentin? Për momentin, unë kam ullur goxhat e 10, po kam bërë edhe më shumë se 2 fishe në peshës time trupore, që në 28 e kisha. Pse e ke ullur? Ashtu, Sepse të thash nga që kam punuar në zyrë shumë vite në ish zyrtarët, kemi problem cervikale, kemi problem mesi, edhe duhet ta zbusa shumë, ka thënë mjeku, po unë kam atë dëshirën që kërkoj dhe bëra para një javë, bilet 80 kile, po ishte e lehtë për mua, po prapë më pëlqen ndjesia, pastaj thash prit pak se mesi, mos ngacmo mesi, se dhe nuk dua të bllokojmë, se unë dua të stërvitem çdo ditë. Kam çdo ditë të paktën 5 herë në javë, po, edhe pse kam punë, unë kam nevojë. Ky është ndryshimi në instruktorëve, që ne e dim limitin, dhe ndryshimi me njerëzit që shkojnë palestër dhe mendojnë që mund të ngrenë akoma dhe më shumë. Unë para një muaj pash një rast, shikoja një djalë që ngacmoi nga djemtë të tjerë në palestër që duhet ngresh më shumë, dhe i thash, kujdes, sepse nëse dëmton mesin, do kesh dhimbje gjatë gjithë jetës. Nuk tikën ajo dhimbje më gjatë gjithë jetës. Dhe ka përfunduar me dhimbje mesi. Po, edhe me herë janë dy skala. Dhe shumica më kontaktojnë edhe më thonë që jam me dhimbje mesit, çfarë duhet bëj? Ti pa diskutim që e rikuperon pak dhimbjen e mesit, se forcon muskujt e fund shpinës. Por nuk do jesh kur në atë gjendje që ke qenë. Edhe në varësi të dëmtimit që ke bërë, ose varet edhe çfarë dëmton. Unë kam një shoqen time që bën të crossfit shumë fort dhe është bërë me 3 herë një diskale sot. Po mirë, një pyetje kam unë, ne që e kemi lënë për një vit, unë kam i rregullt, kam bërë disa vite palestër. Mendoj që ushtrime deri ku diti bëj në mënyrën e tur. Qa kështu dhe keni për ne që kemi lënë ka një vit, si të rifutemi, pra me çfarë lloj hapi? Ti ke shumë herë më të thjeshtë se një njeri që nuk ka bërë kur palestër. Ti ke memory muscle, memorinë e muskulit. Dhe ti pas një muaj arrin prap trupin që ke pasur. Nëse ti mban njëtin në regjim ushqimor, edhe ditë stërvitesh mirë, pa diskutim. Me ushqim të kontrolluar, ai është më i rëndësishmi, sepse njerëzit mendojnë që do shkojnë palestër dhe do bëjnë çuditëra, bëjnë sikur stërviten me të tyren, mendojnë që janë stërvitur dhe ndërkohë s'është asgjë, do shkojnë han, pastaj sa duan, sa unë shkova në palestër. Unë kam vetëm hallin e dëmtimit, mos dëmtohem, duke qenë se përdor pesha të vogla dhe fillon e rrit gradualisht. Pra kjo, mirë, përveç tjerë, gjithashtu edhe për personat tjerë që mund të ndodhen në situatën e tjerë, që e kanë lënë dhe reaktivizimi është shumë herë më i thjeshtë se trupi kujton. Muskujt kanë memorie, është vërtet. Patjetër. Faleminderit shumë që ishit, Elvana. Faleminderit dhe siç e thash për herë të parë dy instruktor mendojnë histori. Pëlqen shumë që ishit në një linjë. Shumë kënaqësi, faleminderit. Mirë, ikim reklama dhe vim pas pak.